Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 6 maj të 2025. Duket se është një ditë mjaft e rëndësishme në fushën e biznesit apo dhe të karrierës. Meqense keni pasur disa çështje problematike para një jave dhe me ndikimin e planeteve që duket se tani ka të bëjnë shumë me punën, ka të bëjnë shumë me disa dokumenta, sidomos paraditja është shumë pozitive, aplikime apo gjërat e natyre duket se është mjaft pozitive dhe pse jo, unë keni mundësinë e zgjidhjes së punës suaj, sepse korrektësia bën punën e vet dhe juve jeni shumë korrekt me punën dhe duket se tani ka ardhur koha dhe momenti për të zgjidhur çështjet problematike. Në çështjet që përfitimet që kanë të bëjnë janë shenjat e zjarrit, siç është dashi, siç janë shikjetarët, siç janë dhe luanët të ligjit të tretë, ku kanë indikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv. Duke pasur parasysh çështjet e kontratave, në lidhje kontrate, një mundësi e re, një njohje problematike sepse kanë dhe kthime nga e kaluara për arsye 1 milion arsye që keni pasur, por në disa çështje që lidhen me ekonominë, lidhen me biznesin, lidhen me ndryshimin e madh që juve keni tani, tutje është momenti më i mirë dhe më pozitiv. Në disa çështje të pazgjidhura që keni pasur para disa kohëve, duket se pikërisht mbas orës 10 sot këto marrin zgjidhje dhe është koha shumë pozitive, madje tani në këtë periudhë e keni mundësinë juve për të bërë një zgjidhje perfekte.